Për të përgatitur rreth 6 deri në 7 sapun, përbërësit që do të na duhen janë 350 ml vaj ulliri, 150 ml vaj kokosi, 150 ml ujë distiluar i cili duhet të jetë në temperaturën 40 gradë Celsius, 60 gram sodë kaustike, dhe në fund do të përdorim lavandër për aromatizues ose për dekorim. Në enën e qelçit ku kemi hedhur ujin, do të hedhim sodën kaustike dal nga dal dhe me kujdes. Pasi ta kemi hedhur të gjithën, fillojmë me përzierjen e masës derisa të bëhet homogjene. Në enën ku kemi hedhur vajin e ullirit, hedhim vajin e kokosit dhe i përziejmë së bashku. Kur përzierja e sodës të jetë në temperaturën 40 gradë Celsius, e hedhim në enën e vajrave dhe i përziejmë. Gjatë përzierjes, do të vëmë re që masa fillon të bëhet pak kremoze. Pas përzierjes manuale, kalojmë tek përzierja me mikser, i cili e bën masën më shumë kremoze. Më pas, hedhim lavandër e cila përveç si dekor për sapunët, i jep dhe aromë shumë të mirë. Vazhdojmë dhe pak me përzierjen dhe masën e kemi gati për ta hedhur në kallëp. E hedhim me kujdes dhe do t'i lëmë 6 deri në 7 ditë që të përfundojë procesi i tharjes së sapunëve.